Miq të pasmës natës, sonte flasim për maskat që ka teatri. Ka një përvjetor të rëndësishëm këtë maj, 80 vite që ka hapur dyert. Dhe nuk ka më bukur se ta celebrojmë së bashku me një personalitet i cili ka realizuar afro 100 role në skenën e teatrit, por dhe në shoqëri. Kam kënaqësinë të kem mjeshtrin Ahmet Pasha. Mirë se erdhe këtë pasmës natë. Mirë se u gjeta. Teatri për ju është? Teatri për mua është jetë. Pa atë nuk kam pasur as frimarje për një kohë të gjatë plasë. Deri në momentin që kam dalë në pension. Po dhe pasi kam dalë në pension. Ke qenë aktiv? Kam qenë aktiv. Madje dhe me shfaqjen biznesmene? Po, është shfaqja e fundit. E fundit? Po. Ku lua një rol të rëndësishëm me Gzim Kamën, regjisor, ku keni patur shumë bashkëpunim me profesor Gzimin. Kemi njofje të vjetër bashkë. Kemi njofje që kur kemi qenë student në shkollë. Kështu që... Kemi qenë një brezë, lëviznin punë një viti, e ka qenë një vit më lartë nga unë. Pastaj më vonë, kur unë fillova punës si aktor në teatr, ai filloi punën si regjisor, aty kemi pasur marrëdhënie akoma më të ngushtë bashkëpunimi. Ju keni qenë pjesë edhe mbrëmjeve poetike krahas roleve, dhe nuk ka më bukur se edhe këtë mbrëmje të pasmës natës në kremtimin e 80 vjetorit që ne nisim në pasmës natë, po do vazhdoni më pas, le të themi edhe në mbrëmjen e 22 majit në skenën e teatrit ku keni dhënë shumë role, është bukur ta nisim me një poezi? Kemi përzgjedhur Ali Aslanin. Me kënaqësi. Ali Aslani është poet i madh. Është kënaqësi e jashtëzakonshme, jo vetëm ta lexosh, po edhe ta materializosh, ta interpretosh vargun e Ali Aslanit. Është një poezi e zgjedhur me titullin Kusht ka dërguar hëna apo dielli? Kusht ka dërguar? Hëna apo dielli? Pa më thuaj të lutem, sa pate ka qielli? Në për ato pate, madhëria e artë ka të tilla shtate, si të zotrisate? Në jetë ndonjë angjëll, udhën këlaj thitur, apo sjell melhemin në zemrës së goditur. Në jetë ndonjë val, kush është ai mall që të
Kanë qenë artistë të mëdhenj, kanë qenë dhe njerëz të mëdhenj. Ka qenë me të vërtet njerëz të mëdhenj. Një plejade art, mund ta quajmë. Një plejade mrekullueshme ka qenë. Në punë, kur punoje me ta, nuk e kuptoje fare që kishe të bëje me këta gjigant skenës shqiptare dhe të ekranit, se në atë kohë sa po filloj edhe filmin që kjo me tanët. Ka qenë pothuajse në të njëjtën kohë. Ka qenë, jo në të njëjtën kohë, pak më vonë ka filluar filmet. Diku 5 vite diferencë? Po, diferencë një 5 vite, po. Komuna Infrash, për shembull, ka luajtur. Tanën. Te Tanën. Bashkë me të madhen Tinka Kurti. Po. Edhe të duke vetja si kur je, do më thënë, për para një rapi të madh edhe ti je në hijen e ati rapi edhe je, nuk e di, një... Do të lulëzosh, por është pak e vështirë të dalësh, le të themi, nga jo hije madhe që krijonin këto do të lulëzosh edhe për herë që vërtetës ata na kanë ndihmuar shumë që të lulëzojmë. Plas gjithmonë ata që kanë pasur elementet për të lulëzuar. Pra ju kanë mbështetur në fillimet e tyre. Do të nërpres pak, ju ftoj të ndikim një insert ku kanë ndërtuar pakës edhe momentin e 80 viteve më parë në hollin e teatrit kombëtar bashkë me jetën e Ahmet Pashës që ka jetësuar afro 100 role. Shikon vllajën të sa që duket. Ai jeton në një botë tjetër, në botën e librave, se ka prishur fare Terezin. Se ta prish Terezin ai. Edhe sot që s'dim ku e kemi kokën. Ai nuk është as oficer, as zogist, as fashist. Ai s'është asgjë. Jo, se le ke gabim. Aliti ka filluar të ndryshoj shumë. Si? Po si? Teatri është mask për shumë kënd, por edhe shije estetike. Teatri kombëtar mbush plot 80 vjeç. Gjysmë shekulli. Në skenë ka edhe aktori i njohur i teatrit, Ahmet Pasha, i cili diplomohet në vitin 1970 dhe emërohet më njëherë aktor në teatrin kombëtar, ku në janar të vitit 71 fillon zyrtarisht karrierën e tij me trupën e këtij teatri. Roli i parë në skenë është roli i Flekut në dramën Artur Ui. Më pas interpreton një sër rolesh si drama Një dimër i shkurtër, Cuca Maleve, Lumi i vdekur. Ndër sukseset e tij mbeten edhe figurat historike, ajo i Sa Buletinit dhe Abdyl Frashërit. Në skenën e teatrit kombëtar, Ahmet Pasha ka interpretuar afro 100 role. Krahas teatrit, ai ka marrë pjesë në disa filma artistik. Është nderuar me çmime e diploma në konkurrime teatrale. Në vitin 1989 i është dhënë dhe titulli i lartë, artist i merituar. Ndërkohë që ka prekur edhe sheshgjërimin, babain të Mimoza Lastica, babain sërish tek qyteti më i ri në botë, sekretarin kur hidheshin themelët, pashajt e këmishët me dyll, por rol të dashur ka pikërisht komandantin e kështjellës tek balada e Kurbinit. A ke menduar gjë për atë propozimin tim? Që t'ju shes kam tjerin t'in detaj? Aja, te nuk e bëj. Sepse ju doni t'hani një derek edhe t'a paguani vetëm me një bakshish. Pastaj doni t'ju them edhe faleminderit për bakshishin, e? Se që mendim kam unë për ty, është më mirë që të se dish. Më tepër shtofrojmë neve s'ti jep një rishit. E di që shokët e mi nuk me japin më shumë se të tjerët. Po, paraja është bërë shumë e shtrenjtë sot. Me shtrenjtë për ato që ja ka nevojën. Dhe kush ja ka nevojën, këtë nuk e di as kush tjetër më mirë se sa shok. Shit, ti nuk jeni që ndetën bashkë kanë tjerë. Edhe ti e di shumë mirë i dashur Flek, se përveç kanë tjerët u kam edhe një grua, cilën gjithashtu nuk do t'jem në gjendje ta mbaje. Pa ta shesësh kanë tjerin? Dhe mund t'jetoj edhe një vit. Të ktheva në nostalgji apo jo? Shumë Sidomos me rolin e parë. Shumë vite për para. Këtu bëhet fjalën tamam viti që kanë filluar punën, është roli i parë që kanë bërë Flekë. Të shoh fakte për
Edhe realiteti ai ishte. Dhe në fakt ajo është një shfaqje që deshi fort edhe piromani, apo jo? Sigurisht. Dha shpirtin për Arthur Ui. Ajo kishte disa element të ndryshëm që ishin të standardeve të larta. E para një materiali dramaturgjik. Lenda e parë që themi. Që mbetet aktuale dhe në ditët e sot. Po, materiali dramaturgjik lenda e parë ishte Bertolt Brecht, ishte giganti i dramaturgjisë botërore, kupton, ishte një dramë e jashtëzakonshme me personazhe të jashtëzakonshme, me ngjarje, me fakte, me dialogje, me të gjitha ngjyrat, me të gjitha koloret i kishte brenda tek ajo dramë. Këto, për fat të mirë, ngjitën bukur në regjinë e gigantit piromani, që është, a i mungon jashtëzakonisht shumë teatrit sot. Sot i mungon shumë. Unë i kam miq e shok, kolegët e sotëm që janë regjizorëm, se tash po, te piromani është... E shënon si majë në regjis? është do të thënë maja më e lartë e regjisë. U duk më smiri kjo, edhe kur erdhi dhe festoi në hollin e teatrit kombëtar ditëlindjen e tij në vitin 2015, mos gaboj. Si kujton atë kohë, ku takove me ish profesorin tënd, dhe sa të kam mbështetur në rrugtimin tuaj? Kur e takova piromanin, në fakt, jo se e takova aty dhe s'kisha pasur kontakte se komunikoja gjithmonë edhe kur ishte në Amerikë kam komunikuar vazhdimisht. Flisim në telefon bashkë për herë me njëri tjetrin. Ai ishte shumë interesuar për ecurinë time dhe të gjithë atyre që ai kishte arritur vetë, si të thuash, përderisa ne ishim nxënësit e tij, studentët e tij. Unë që nga viti 3 e mbrapa me të 4-tin bashkë, se ashtu që 4 vjeçare. Është fat të udhëhiqesh nga një profesionist i tillë? Po sigurisht po. Sigurisht po. Mëson shumë, ashtu siç mësuam ne shumë. Mësuam shumë. Edhe mësuam shumë, po nuk mësuam vetëm për teatrin, po mësuam edhe nga shkolla e Piromani, se Piromani ishte shkollë në vete. Piromani ishte regjizori i solli realizmin në teatrin, për hir të vërtet, teatrin ton, teatrin popullor që është në atë kohë. Ai solli realizmin, me futi fuqishëm realizmin në teatr. Jo se nuk ekzistonte, se s'mund të them tash që nuk ekzistonte, ekzistonte se aty kishin punuar dhe regjizor të tjerë dhe regjizor të mëdhenj rus. Kishin punuar në atë teatr. Jo me orë të Kremlinit e më të thash, dhe më thënë disa shfaqe që kishin vënë aty, edhe regjizor tanë që ishin në atë kohë, që ishin, mi Allah i thua rasi kujtin së faj vogli, Drita Agolli, ata kanë qenë, Esa Doktorova kanë qenë në regjizor shumë të mirë, se kanë mbaruar shkollë shumë të mirë, mbaruar shkollën e madhe ruse të teatrit. Dhe gjithë këta atje kanë studiuar. Por, ardhja e Piromanit unë ndje shumë teatr. Lëkundi paksa, le të themi, formën e teatrit, e shkundi. Nuk i lëkundi, e tundi fort. E tundi fort. E tundi fort, po. Dua të di të kthej pas në kohë. Si ke ardhur drejt teatrit? Kishe pasion recitimin? Shiko, teatrin unë e kam pas. Të më thënë në zemër, fakti që unë, që kur isha në shkollë të mesme, në qytetin e Fierit, sepse unë kam lindur në Tiranë, por... Origjinën e keni nga Kuksi? Si origjinën kam nga Kuksi, po. Kam shkuar rreth 1 vjeçë, gjysmë 2 vjeçë në Fier, atje kam kaluar familjen dhe edhe rinin time. Më dhe kam mbaruar deri shkollën e mesme gjimnazin, atje kam mbaruar. Dhe atje unë jam aktivizuar, jo vetëm me shkollën, po edhe me shtëpinë e kulturës, se në atë kohë nuk ishte krijuar teatri në Fier, po ishte një shtëpi kulture, ku ishte strada vetëm. Pra, kishe pasion që në rini, le të them. Kisha pasion, plus që atje ishte një regjizor i cili ai i pëlqeja unë atia dhe më mirë. Pikasja dhe talentin. Më mirë të do më thënë shfaqet e ti dhe kam luajtur disa role. Edhe bile ka qenë nxitja e ati regjizori dhe disa aktorëve të tjerë që kanë qenë në stratën e Fierit që mua më shtytën për të ardhur për të dhënë konkursin këtu në Tiranë. Jo se do më thënë isha vetë i prirur drejt asaj. Nuk ishte një dëshirë juaja? Kisha dëshira të tjera për hir të vërtetës. Çfarë dëshirash kishe? Po kisha dëshirë diplomacinë, për shembull, e këto, do të futesha nëpërmjet gjuhëve tuaj se kështu funksiononte në atë kohë. Duhet të futeshe të mbaroje gjuhët e huaja, e pastaj
paza tjetër ka qenë i putë. Po besoj se më bukur se me teatrin nuk do ta bëje jetën. Po të më pyesësh tani, po, atëherë kishe, Ëndrat të tjera. Ëndrat të tjera, mendoja ndryshe në atë kohë. Akademia e Arteve çfarë ishte për ju? Ndryshoi, besoj? Ndryshova shumë. E di pse ndryshova shumë? Sepse gjeta atje me të vërtet një ambient shumë të ngrohtë. Një ambient misor. Ne kemi pasur një kurs të vogël relativisht në atë kohë, 13 student kemi qenë në kurs, kështu funksiononte në atë kohë. Me pak student, tash janë dhe më pak gjënë, po 13 në atë kohë ishte pak si çuditshëm, sepse kurset e tjera ishin mbi 25, 27. Por ato që ishin
ky Qëndrimi, ecja. si ky qëndronte, si qeshte, si qante. Ku e gërmodhe për këtë arsye? Ka pasur literaturë në atë kohë. Ki lexuar? Kam lexuar literaturë, plus edhe duke pyetur lart e poshtë. Është në figurat e dashura që ke jetësuar në teatr? Është, sigurisht, po, Isa Bretini, po. Edhe Abdyl Frashëri ka qenë figurë shumë e madhe, tek epoka paragjykit, edhe jo vetëm ajo që ishte një figurë e madhe, po unë atje kisha konkuruaj me Kadri Roshin, bënim të dy një rol. Tash Kadri Roshi ishte Kadri Roshin. E vështirë pak, ë? Ishte shumë e vështirë, jo e vështirë. Kadri Roshi, të konkuruaj me Kadri Roshin, ishte t'i hyje, domethënë, t'i hyje detit në këmbë. Edhe kjo, përveç asaj, në vlerës, si personazh që kishte ai atje në dramë, dhe vlerës që kishte ai si personazh historik i kombit ton, më bëri që të përqendrohem shumë tek ajo punë dhe them që gjërat nuk shkuan keq, shkuan mirë. Ndërkohë, ju keni luajtur shumë edhe pjesë shqiptare dhe të huaja. Dramën shqipe e ke fort për zemër. Madje ndihesh keq që nuk vjen shpesh pjesë shqiptare nga dramaturg, ne kemi patur dramaturg shumë të mirë shqiptar që i kanë shkruar mbase pjesët edhe në teatr. A kemi një dramë të dramës shqipe sot? E di që më bëm përshtypje sot. Bëm përshtypje një gjë që më çudit mua edhe gjithë kolegët tanë. Ne kemi pasur dramaturg të mirë. Kanë qenë me të vërtet dramaturg të mirë. Do thonë që kanë qenë Rushdi Pulaje, Koljakova, kanë qenë disa, mos përmend disa, do të thonë, qoftë edhe Sulpi Tarka ka bërë dramë vetë, edhe Ndrek Luca ka shkruar dramë vetë, do të thonë shkruan edhe vetë dramata. Atëherë kur ishte shumë e vështirë të bëje një dramë, po të bëje një dramë sipas shefit tënd, në kuptimin që ti të shpreheshe lirshëm për dertet që kishe, hallet që kishe, problemet që kishe ti. E duke pas edhe kornizë kohë, Po pikrisht, jo vetëm kornizë e kohës, po ka qenë dhe korniza e sistemit. Diktaturës, pra po e sistemit. Diktaturës. Po. Ajo ka qenë korniza, do të thoshe korniza, në kornizë vendosen gjërat bukura, ajo ka qenë një darë. Ne kemi parë sa tekste janë kthyer mbrapsht. Ajo është histori mbete pastaj. Me Allaç Luarasi e psoi për njollat e murme. Po e psoj për gjollat e murme, e psoj edhe për një shfaqje që unë e kam pengun e jetës time atë, për Orfeus Bret në Ferë, Tennessee Williamsit, kam pasur rolin kryesor aty, kam pasur bashkë me Margarita Gjepën, ishim qift atje, të dy kishim krye rolet e asaj drame, që ishte drama amerikane e famshme, mbaroi dhe shfaqja komplet, u bëj gjithë shfaqje, dhe një natë kanë ardhur vetëm e kanë parë me sallën plot, shoqëruar nga komisionet e famshme të asaj kohe, edhe ai komision e pezulloi atë shfaqje dhe nuk u dha më ajo shfaqje që thash, është nga pengjet e jetës time. Sa herë është thënë, vetëm një herë? Një herë vetëm. Orfeu, keni luajtur Orfeun? Unë kam luajtur Orfeun, po, Djaloshin Velin, e bukur, i cili muzikanti, edhe këndoj aty, kisha një 2-3 këngë. Çfarë këngësh ishin ato? Po ishte Love Story atje. Love Story? Po. Kishte këngë bukura, unë kitarës i bija në atë kohë se... E improvizojmë pak Love Story, apo se kujton? Ta shtirë. Shmundemi. Edhe teksti ishte i përkthyer në Shqip. I përkthyer në Shqip, Po. Si ishte? Nëse e kujtojmë pak, me që është pengu juaj. Nuk e di diçka për ty, po këndoj, domethënë për ty këndoj Becit. Beci ka qenë një personazh në atë kohë, domethënë një personazh i kohës, që ka qenë që si personazh, si heroinë e kohës. Atë kohë dhe ky Veli, domethënë Orfeu, që ishte fjala ati, ka qenë një shpirt i lirë i asaj kohe. Po shpirt i lirë andej nga ishin shpirtët e lirë, jo këtu tek ne. Jo këtu te ne, që u prangos Orfeu vetëm një natë. Vetëm një natë u prangos vërtet, edhe aty mbeti ajo shfaqje dhe nuk u dha më. E kemi bërë një punë goxhat madhe, Allaç Luarasi ka qenë regjisor. Kanë qenë aktorë shumë të mirë që kanë marrë pjesë të tash. Me Margaritën kishim 2 rolet kryesore, plus në dubloheshim nga Timo Floko, dublonte mua, dhe Mimika Luca dublonte Margarita Gjepën aty. Pas ka qenë shumë e bukur. Ka qenë shfaqje bukur. Shfaqje që u dha vetëm Mima një kishte rolet bukur aty, ishin disa... E jetove pak Orfeun?
shpirtin e lirë të ti. Sa përfaqësonte? Po thuaj se nuk e kam jetuar fare përderisa kam dhënë vetëm një shfaqje, edhe me fjalë nuk arritët korrat e që mbolla bashkë me gjithë kolegët e mi. Po mjafton dhe një natë të jesh i vërtet në dashuri? Një natë në dashuri. Ajo është. E kemi metafor teatri. E kuptoj, po bukur do ishte t'ishte për herë. T'ishte dhënë ajo shfaqje sepse ajo do kishte jetë shumë të gjatë. Neve në atë kohë shfaqjet na shkonin gjatë për ishte vërtetës. Unë mund të them për shembull vetëm nata e 12 është të shfaqur mbi 500 herë. E Shakespeare-it. Mbi 500 herë. Se tash i dëgjoj edhe unë vetë kur kam marrë pjesë tash shkoja tek biznesmeni që përmande pak më përpara. Ati kishte një numër të kufizuar. Do realizosh 18 shfaqje, po ke realizuar 18 shfaqje, ke kryer puna dhe aty mbyllesh, i vjesh qelsi, kyçi i shfaqjes. Po 18 shfaqje i thosha atyre që kisha atje kolegët e mi, 18 shfaqje ne i kishim vetëm për të shtruar shfaqjen. Jo për ta mbyllur. Për të shtruar shfaqjen, jo për ta mbyllur, kupton? Në thënë drejtën, teatri ka patur i spektatorë që ju e keni patur të dykoshëm. Pra, ke jetuar atë priull ku mbaj ralla për spektatorët që jeshin shfaqjet kaq shpesh sa thoni ju dhe priullën e krizës së teatrit apo jo. Është një lloj krize teatri sot? Nuk di të them është krizë apo çfarë është. Këtë s'ja vë dot emri dhe të them të drejtën, nuk dua t'ja vë emrin ashtu si që mendoj unë se mbase nuk do t'tingëlloj mirë për një që ka qenë aktor. Mund ta quajmë si një fazë tranzitore? Është, po, e di që më kujtove me atë punën e spektatorit përpara. Po. Më kujtove që në shumë shfaqje, po unë mbaj mend ja nata 12 edhe në një shfaqje tjetër që zihesh radha në orën 10 të natës të një natën përpara për të marrë bilet në orën 7 mëngjesit të ditës tjetër. Ka qetje kishin njerëzit për teatr, mbas edhe koha, sepse ishin të vetmet mundësi argëtimi? Po, dhe ajo ishte për herë të bërë. Ajo ishte sepse një teatr, ishte teatri jonë dhe Estrada e Shtetit ka qenë atë kohë, televizioni ka qenë televizioni shqiptar që ishte shumë i kufizuar. Për atë them. Mbas se ka patur dhe këtë arsye? Edhe kjo ka qenë. Po ka pas dhe cilësi shfaqjesh, ë? Ka pasur po ka pas dhe dashuri më të madhe për teatrin, mua kjo më bën përshtypje. Nga njerëzit ka pasur dashuri më të madhe për teatrin. Ti jipje 2 bileta, 2 njerëzve, nuk po them njerëz të zakonshëm në rrugë, po 2 njerëzve miqve të tu, ti jipje 2 bileta për në teatr, i kishe bën një nder të jashtëzakonshëm dhe ai s'ta harronte kurrë. Po s'është kjo tash ti? S'ekziston. Tash duhet ta marrësh telefonin dhe thosh, "Ora kam një 4 ftesa, 5 ftesa. Ke nevojë të vish të shikosh shfaqjen me familje?" Dhe do presësh ti tash me ankth që ka qef ai të vi apo s'ka qef ai të vi. Pra, ka një kjo është një dhimbje, ë? Ka një fitje të pasionit të njerëzve. Ka është një mas njerëzish që janë idhtar të përhershëm të teatrit. Vazhdojnë të jenë dhe edhe më vjen mirë që një pjesë e madhe janë të rinj. Kam parë dhe të shfaqja jonë atje dhe të 1-2 shfaqje tjera që kam ndjekur në mëra, shikoja në sallë që ishin bajza e djemë të ri ose çifte të reja, edhe kjo më pëlqente shumë. Të ka ndodhur që të shkosh si spektator në një shfaqje e dalësh me shije të hidhur, jo të realizuar mirë, kohët e fundit? Shpesher. Jo 1-2 herë, shpesher. Ajo që të përmenda pak përpara që të thash për atë shfaqje që pash një punë, do më thënë një dorë rizoriali, po s'pata emocione. Mua nuk me emocionoj shfaqje, po s'me emocionoj shfaqje. Unë nuk e kam parë në teatrin. Ju keni qenë dhe në Akademinë e Arteve shumë vite pedagog. Si e shef brezin e ri ku edhe i ke parë duke përgatitur, por së bashku me to keni ndërtuar dhe rolin në skenat e teatrëve? Ka një ndryshim të madh. Që është? Me studentët që kam pas qenë, unë kam filluar si pedagog në moshë të re në atë kohë, kisha vetëm 5 vjet si aktor në teatrin kombëtar, po kisha bërë disa role të mira në teatrin në atë kohë, se për hir të vërtetës unë kur kam hyrë në teatr në atë kohë isha i ri, kisha disa element që i pëlqenin regjisorëve dhe atë, plus që kish një kohë që në teatr nuk ishin fut aktor të ri. Edhe kish, si me thënë, një shkëputje, një distancë. Kishte një vakum. Një distancë, po do me disi brezi dhe një brezi. Që janë të domosdoshme që për shumë vajzat e reja të luajnë dashurat. Po pikërisht. Apo
Pikërisht edhe djemë të ri të luajnë të dashurit. Duke qenë kështu, unë jam aktivizuar shumë në rolet kryesore të asaj kohës. Ato që më përkisin moshës time. Edhe, si të thua, të dhënave të mia si aktor, se një aktor e ka të vështirë që të luaj çdo lloj game. Të luaj një fshatar, ku di unë të luaj një intelektual të madh, luaj një figurë të madhe historike, të gjitha një aktor e ka të vështirë. Paka shumë tek rolet fisnike ke qenë. Kanë qenë të ndryshme. Edhe në fillim ke luajtur dhe dashur shpesh. Shiko, kam të dashur, kam luajtur shumë në fillim, shumë në fillim, ashtu ka qenë, por me që the role fisnike, për shumë mund të them që një nga rolet e mia më të mira që mund të them bile, edhe Piromandi e mbante si rolin më të mirë timin është tek Monserrati, Izquierdo, kriminali më i madh, më i tmerrshëm që edhe ke dashur këto rolet negative apo jo, sepse në kohën ku ishit ju, më shumë kishte personazhe pozitive të kohës, dhe kur t'jepet një rol negativ, përshfaqesh më mirë si aktor apo jo? Jam gabim? Jo vetëm kaq, unë kam luajtur shumë role pozitive sepse niseshin ky është aktor i gjatë, me një zë të mirë, edhe ca të dhëna të tjera që i shkojnë në rolit pozitiv. Edhe i pashëm. Ca të dhëna të tjera të shtikë, por kam preferuar të luaja role negative, edhe për një arsye tjetër. Në rolet negative, autorët në përgjithësi dramaturgët dorën e kanë pas më të lirë. Sepse, më tha ai negativi, thoshin, ai armiku i popullit. Ai armiku i popullit ashtu mund të flasi si doj, kurse roli pozitiv do të kishte shumë kujdes në ato që thoshte. Do skalite i bukur. Jo vetëm kaq, por ato që do thoshte, se ai me ato që do thoshte, do përsilte, si më thënë, ideologjinë e partisë. Ideologjia e partisë ishte e kulluar. Edhe duke qenë kështu, mund të them drejtë kam pas shumë dëshirë të luaja role negative. Por kërkesa ka qenë për të luajtur role pozitive. Më shumë ke role pozitive. Më kujtohet një gjë. Luanim tek një dimër i shkurtër. Një dramë e Sherimitës se kam pas shkruar atëre, edhe sa kisha filluar, kisha as disa pak muaj që kisha filluar punën në teatr si aktor, e luanim bashkë me Pablinin dy rolet kryesore, një çift i cili kishte problematikat e veta, domethënë në atë kohë, po problematikat kufizuara natyrisht, se aq sa lejonte ajo korniza që përmendet ju pak më përpara. Edhe ai roli im ishte rol pozitiv. Ishte pozitiv si personazh atje. Në sallë qelloi një regjisor italian. Erdhi në atë kohë, edhe nuk di të them pse erdhi, si erdhi, dhe pa shfaqen ai, edhe në fund fare ai i kishte thënë regjisorit, që ka qenë Dimitër Pecani, ka qenë regjisor, që ai aktori ishte aktori prerë për rolet negative. Qeshëm të gjithë në role negative, unë jam vetëm për role pozitive. Ky ka jetësuar 10 role që erdhi të bëj rolet dhe për hir të vërtetës, unë kam luajtur shumë role pozitive dhe mbase kam pikuar më shumë tek rolet negative se sa. Më the një rol të dashur, dy më the. Artur Ui të pëlqente sepse të emocionoi. Po. Kush është rol tjetër? Zemra. Që e ke në pazullin e ndërtimit të 100 roleve që ke dhënë. Po kam luajtur edhe Prometeu, tek Prometeu. Ishte figurë e madhe edhe një figurë shumë e bukur dhe them drejtën është një rol që mua na duhet zjarri i diritës dhe i dijes. Po. Ai ka qenë rol shumë interesant. Siç thashë, te nata e 12 kam pasur Orsino në aty edhe ai ka një rol shumë i bukur. Një natyrë tjetër që ka ishte, domethënë ishte një gërshetim midis komedisë edhe dramës, si personazhi kishte të dy ato ngjyrat brenda të gërshetuara. Edhe duke qenë aty ishte figura më e plot, më interesante. Kanë qenë role që vërtet i ke bërë, se je pjesë e teatrit. Repertori është i tillë, vendoset kalendari, e ka raste që duhet bërë dhe role tilla. Po, sigurisht. Ka ndodhur dhe kështu? Po, ka ndodhur dhe ashtu. Po, do të thosha edhe për një rol tjetër të cilin fillimisht nuk e kam pasur unë. Atë e ka pasur Sander Prosi, aktori i madh, Sander Prosi, generali i ushtrisë vdekur. Generali pati ndodhi që ndodhi me Sandrin atëre që iku para kohë, edhe Piromani ma dha mua atë rol. Edhe kam bërë unë atë generalin dhe prifin e bërja Gjim Qiriaqi.
Priftin e luan të Pjetër Gjokan, atë e bën të dy bashkëneve. Edhe bile përgatitëm një general pak të veçantë, të plot, kështu të veçantë, sepse na kishin ftuar për një... Shfaqje në Kosovë? Jo, në Selanik, bësh 2500 vjetori i themelimit të qytetit të Selanikut. 2500 vjetë që ishte themeluar Selaniku se qytet, edhe bësh një festival me atë rast atje dhe na kishin ftuar për atje dhe u bë çfaqje, bile erdhi dhe Ismaili e pa çfaqjen aty dhe e vlerësoi shumë. E thash këtë më tepër për të thënë që edhe pse ai rol ishte luajtur nga Sandër Prosi dhe më kishte pëlqyer shumë Sandër Prosi në atë personazh me të drejtën ka qenë mrekullues. Unë kam pasur shumë për zemër atë generalin. E kam pasur shumë për zemër dhe e kam luajtur me pasion më të madh, bile ne shkuam edhe në Francë me atë pjesë. Po me atë pjesë, po jo me çfarën e piromanit, kupton të plot, por Alfred Bualoti bëri një përmbledhje, si thua kështu, por në rolet kryesore vetëm unë generali dhe Agim Qeria që ishte Prifti. Edhe të tjerë pas ishin dhe aktorë tjerë. Dhe bukur të shkosh në Francë, ku Kadareja njihej. Një feshte bile ishte në Francë. Ishte e përkthyer. Ishte në Francë në ato. Ju pa Kadareja atje? Po atje nuk na pas se na kishte parë këtu. Në Selanik. Po i vajtëm në një vizitë. Cilat ishin fjalët që tha në Selanik? Jo, në Selanik e pa këtu, ai përpara se e pa në shfaqjen e Tiranë që ishte këtu dhe Ismaili si që ishte Ismaili. I sert? Jo, nuk ishte i sert fare, përkundrazi. Ismaili ka qenë një natyrë që nuk të pezmatonte, pa përkundrazi të inkurajonte. Edhe si ta shtim kujtohet shprehja që thatë në natë atje, se pas shfaqjes u mblodhëm të gjithë aty me regjisorin dhe me Ismailin e gjithë aktorët aty dhe bëm një bisedë për shfaqje, tha shfaqje, tha, dhe aktorët, tha, që aktorët kryesorë kanë shkuar përtej mendimit tim, tha. Kjo në duk pak e pabesueshme, se përtej mendimit Ismailit nuk e di se kush mund të shkonte, po jo, unë Agim Qeria që po... Po mbase keni jetësuar maksimum dhe keni dhënë emocione. Po ne kemi dhënë, jemi përpjekur të bëjmë maksimalen, po përtej mendimit Ismailit nuk ma merr mendje se kemi shkuar deri atje. Keni shkuar dhe në Kosovë, po? Në periudhë ku... Si e mban atë periudhë në Kosovë? Në Kosovë kemi shkuar, ka qenë shfaqja e parë që ka shkuar në Kosovë. Ka qenë pikërisht atë vit që unë kam filluar punë teatr, pas një 4 muaj. 71-shin. Në 71-shin ka shkuar me Cucën e Maleve, nuk kam pasur në atë kohë rol të Cuca e Maleve. Më vonë pasaj me Cucën e Maleve shkuar në Maqedoni, po në atë, nuk e di, pas 3-4 vite shkuar dhe atje kisha rolin që Gjetleshi që ishte figura antagoniste kryesore, që ishte krye banditi në atë shfaqje, ka qenë figurë shumë e bukur, ka qenë ajo atje. E ka pas luajt Mario Ashiku në atë kohë, po, ka qenë aktor shumë i mirë dhe Mario. Edhe Mario pati problemet e veta biografike si që ishte ajo periudhë, që ishte shumë e keqen të drejtim kështu, edhe më dhanë mua e bëra unë atë rol. Ke pas fato, por edhe vështirësi, që të dashur, le të themi, të dublosh aktor shumë të mëdhenj. E disa e vështirës që të bësh role që i kanë bërë aktor të mëdhenj. Padyshim. Është shumë e vështirë, jo vetëm për ty, për mua si aktor, sepse, o thësha, të shi unë po e bëj këtë rol, këtë e ka bërë Pjefjera Sandër Prosi. Po që të bëj ndryshe nga Sandër Prosi, më sa bëj që i bënë Sandër Prosi. Se nuk duhet ta imitosh. Po e parë pikërisht, sepse edhe që ta imitoje Sandër Prosi, unë s'kisha të njëjtat të dhëna psikofizike të Sandër Prosit dhe të njëjtat element, qoftë në vokal, qoftë në artikulim, qoftë në gestikulacion, në shumë drejtime i kishim të ndryshme. Sandër ishte aktor me i të thellë, i menduar, i mendonte gjëre batutë kur e reshonte, e mendonte mire, shtrinte gjërë fare batutën. Unë s'kam qenë kaq i gjërë në atë kohë, se isha dhe me i ri, natyrisht. Më pas ke qenë. Tashi përpiqem të jemi gjërë. Ke një rol që ke dëshirë ta jetësosh edhe sot? Shiko, ka mjaft role që mund të kesh dëshirë t'i bësh. Po të më pyesësh, do më thënë, ke në një peng, qa s'ke bërë, nuk kam peng. Vetëm atë kishë Orfeun e the. Mandave pengu në fillim, ndaj së të pyeta më për pengje. Unë atë e bërë, aji rol është rol që unë e bërë, aji nuk është faqë. Aji nuk është faqë. Aji po të ishte qfaqër për irës e vërtetës, dhe më thënë, pa modesti, do të më kështë edhe shumë pikë si aktor. Je gati sot për një rol?
nëse ftohesh? Po, unë kam qenë gati para një biti, jam gati prapë, akoma të ashti. Memorjen e ke, sepse është e vështirë të mbash tekstin mend, unë... Apo bërë dhe sprov me vetën, më thuaj të vërtetën. Kisha një 7 vjetë që nuk kisha luajtur. Kisha bërë një rol me një regjisor grek që erdhi tek kjo eksperimentali, ishte kishë London atë kohë drejtore, dhe ai kisha nevojë për një rol tek Medea, e luante Luiza Meden aty, edhe kisha nevojë për një rol, edhe si thua shumë kisha në atë kohë bëja një shfaqje me Milto Kutalin, një shfaqje me Benderemin, me Milto Kutalin, ishte një dramë e një dramaturge kanadeze, po me origjinë cipute. Edhe bënim atë neve, në atë kohë për një salë të vogël aty si që ishte teatri, pa u prishur godina. Edhe ai regjizori grek që erdhi, ishte një regjizor shumë i mirë, ishte nga regjizorët më të mirë që kam punu dërmë sot, për hirë së vërtetës, ky greku. Erdhi dhe pa atë shfaqjen, edhe me që kishte një rol pa aktor aty. Edhe më pa, mua dhe propozoi, kishos edhe kiqo erdhi më kapmi ta more, qa ke në plan? Po ta shi s'kam i tash në një gjemë, më bënë kismet, qa më ndot. Je dhe akord të vishta bësh një rol t'ilë, po ta përvojmë, tash edhe në fakt më mori në audicione. Në audicion? Po, mori në audicion, me gjithë se unë kisha 25 vjetë, 26 vjetë aktor, mori në audicion, po kështu funksionon andeja. Ashtu e kanë mendësi? Ashtu funksionon andeja. Edhe shkova e bërë atë rol, edhe them të drejtën, ai nuk ishte në rol i madh, ishte profesori atyre fëmijëve të Medeas. E ke kam parë shfaqjen? E ke parë shfaqjen. Edhe unë beta i kënaqur, dhe aq sa ishte beta i kënaqur, sepse ishte një eksperiencë ndryshe puna me këtë regjizorin grek. Pra, është e bukur, edhe kur eksperimenton, në çdo moshë është e bukur kjo, sepse të ngre adrenalinën. Edhe në këtë aspekt, për shembull, do të më pëlqente të eksperimentoja. Aj, sa mund të bëja, shiko, unë tashti në këtë periudhë të moshës time, kur më bëhen të një propozim, nuk e jap fjalën që ditën e parë them, po, do ta bëj. E lexo mirë tekstin. Do ta mendoj njërë mirë. Do shikoj disa rrethana, do thash binit parën njërë materialin dramaturgjik, silni tekstin njërë tu, do shikoj tekstin, a është rol për mua, apo s'është rol për mua? Dhe e dyta, a ja kam takatin, apo se kam dhe takatin? Me qënë se të thash, je aktor i dy kohëve, a kemi ruajtur pak ADN-n tonë në teatr, dhe cila është këshilla që je brezit të rritë artistëve, të aktorëve, të regjisorëve, të gjithëve së bashku, për ta ruajtur edhe këtë bërtham të mirë që ju thoni teatri. E disha më vjen mirë me të rolin që e ke parë dhe ti biznesmenet. Biznesmene? Më kanë takuar njerëz edhe rrugës, edhe më kanë falenderuar dhe më kanë thënë fjalë më të mira, dhe më kanë thënë ishte një kënaqësi e madhe që ju pam dhe një herë në skenë. Po do të shojmë prapë në skenë. Dhe ju pam, po kisha vite që isha shput. Kishe pra 7 vite, thash. Kisha vite që isha shput. Dhe ju pam, në më thënë, ashtu si që ju kemi parë dikur, me atë dëshirë, me atë malë, me atë vlerësim që ju kishim dikur, po këto ishim fjalë që na ngronë zemrën, me thënë drejta. Kurajo. Po, me thënë. Edhe për të vazhduar më tutje. Edhe tjetra, si shtash, unë tashi, me këtë rolin, sidomos të biznesmeni aty, tash po bën provë dhe njerë vetën time. Po testoj vetën time. Kur them po testoj, do më thënë do testoja, jo vetëm fizikisht, po dhe mëndërisht, ku jam? Atë memorin. Dhe ja dole më smiri. Memorin, thua dita, që ishte një personazh, ti si që ke parë që 10 minuta, 15 minuta të para i kisha vetëm unë. Vetëm në skenë. 15 minuta, po të bësh një rol 15 minuta me një mosh të tillë, për ishte vërtetës. Jam realist për moshën që kam, edhe e dyta me një shkëputje relativisht të gjatë në skenën, nuk ishte e lehtë. Edhe ky test më rezultoi pozitive dhe... është gati për një rol tjetër, Ahmet Pasha, bëni gati për t'ja propozuar. Po duhet rolin mirë. Do mendohem. Cili është mesazhi që jep? Thash, brezit të ri. Ma bëre këtë pyetje dhe jo se harrova. Shiko, këtë mesazh unë e kam dhënë vazhdimisht në shkollë, sepse kam punuar një periudhë shumë të gjatë me studentët në Akademinë e Arteve.
Mesazhi im është ky, për të rinjt, për ata që akoma s'janë futur, por që kanë ëndrrën për të futur në teatr, të them që në qoftë se vendosni vërtet për të futur në teatr, merreni seriozisht këtë punë. Merreni seriozisht sepse kjo është një punë shumë e vështirë, që ndoshta nuk do të bëj kur të pasur materialisht, po do t'ju bëj të pasur shpirtërisht. Dhe do të bëj të pasur edhe në një drejtim tjetër që ne të varfërit që dolim nga një sistem të varfër, nga puna që kemi bërë në teatr, kemi një pasuri të madhe atë që njerëzit e sot e kësaj dite na respektojnë. Na thonë fjalë të mira. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, flas për ata që kanë ndërmend të futen, për ata që janë bërë aktorë edhe që luajnë sot në kësaj dite. Do të them që vlerësojeni më shumë punën tuaj si aktor, vlerësojeni më shumë ata që keni në sallë që ju ndjekin, edhe për ulluni përpara tyre, duke patur një respekt të jashtëzakonshëm se kanë ardhur të respektojnë juve aty, edhe ju duhet bëni maksimumin asaj që keni mundësi të bëni, që ata njerëz aty në sallë në fundit të dalin të kënaqur nga ajo sallë. Se nuk është puna se kanë paguar aq lekë sa është një shfaqje, se nuk kushton edhe aq shumë bileta këtu tash. Por kanë investuar në kohë, kanë ardhur për të parë ty, kanë lënë një punë tjetër, kanë ardhur të shohin ty, për të gjetur kënaqësi nga ty. Pra jepjani në këtë kënaqësi, po jepjani duke punuar seriozisht. Dhe shkel në 81 teatri kombëtar, kështu që ka detyrime për ta ruajtur edhe këtë, le të themi, plejadë të artë, të cilët vërtet ju thatë mbushnin sallat plot, sot ka dhe pikë pyetje. Mesazhe më të bukura për ta mbyllur këtë pasmës natë, si për aktorët, por dhe për spektatorët. Nuk ka më bukur se sa të mbushim sallat e teatrit, sepse shija estetike që merret është e veçantë dhe unike, besoj, në teatr. Do të mbështesja plotësisht për këtë. Nuk është puna të bëjmë thirrje njerëzve që shkonin në teatr dhe shikonin teatrin se është teatri, por duhet ta ndjejnë vetë që teatri është shkollë e madhe. Në teatr njerëzit nuk vetëm emocionohen, nuk vetëm argëtohen, por njerëzit edhe mësojnë gjëra shumë të mençura, mësojnë gjëra shumë interesojnë, mësojnë gjëra të tilla që do t'u shërbejnë shumë në jetë atyre dhe brezin që do të lënë pas. Ahmet Pasha, kënaqësi që të kisha këtu në këtë pasmës natë që ndam këtë bisedë edhe në këtë përvjetor të teatrit kombëtar. Unë dua të shoh prapë në skenë me role të tjera. Një djalë i ri si Ahmet Pasha do jetë prapë në skenën e teatrit kombëtar. Faleminderit që ishe me mua. Ajo djalë i ri na ishte një herë. Sërish. Të falenderoj shumë për